AI në jetën tonë në 5 vitet e ardhshme si do jetë? Jetën tonë në shtëpi, në obligimet familjare. Ai veç ka ardhur, Po. është tepër zhvillimi i shpejt, unë edhe dje isha me një panel me fol për AI edhe aty më bën një pyetje mas 3 vjetëve, çka kishe dëshiru ti, ose cila është dëshira jote për që zhvillimin e AI-t, edhe unë i thash, me met unë me punë, edhe me pasit punë që kur zhvillohet, në unë që është rreziki ma i madh. Rreziko te puna? Po, këgja shumë, dhe në kuptimin e disa gjanave të cilat na veç i bojnë, ose industria jonë e marketingut, e konsulencës, është prek mas shumë të, për shkak se AI ka informata dhe këtë botës, tash ja nisë edhe me gjeneru informata sintetike të vetat, gjatë që e letëson punën, e përshpejton edhe në sen që po e përsëris disa herë, është që kërkesat e klientave tonë i plotëson AI, sepse kërkesat që nuk janë nivelet që na të vojnë biznese të vogla dhe të mesme, pra që nuk janë e fakt industri. Po nuk janë ato folën për biznese që vojnë miliarda cirkullojnë. Për ato folën biznese që vojnë çka 1 milion deri në 5 milion, kërkesat e tyre të cilat janë AI plotëson